Po, shumë leka. Edhe kjo? Në shqyqyrë që kanë abstrakte, gjithmonë bëjnë të tilla. Edhe kjo tjetra. Klore që artwork e kam në Instagram. Bukur, shumë bukur. Ja, dhe kjo është shumë e bukur. Klara përdor sa ngjyra tipike për të bërë ato thyre. Them drejtën, më duken pak si çuditshme, thjesht mundohem të kap psikën e seksualitetin e individit. Falni se vllai, flas më vonë. Ndërsa kjo tjetra? Hapa! Hape, se nuk e hap moj. Okej, në rregull. Edhe kjo. Po, shumë e Edhe kjo. O, shqyqyrë, si kanë abstrakte, gjithmonë bëjnë të tilla. Klara që artwork e kam në Instagram. Bukur, shumë bukur. Shumë talentuar, bravo. Ja, kjo tjetra, kjo është shumë e bukur. Se këtu Klara përdor ca ngjyra tipike që bëto thyrjet. Them drejtën, më duken si çuditshme, po përpiqem të kap gjendjen e psikës së seksualitetit të individit. Edhe dominantën. E drejt. I për mua. I për mua, interesuar për dashurin time. Gjogë, sa kam e të plak, nuk është se s'kam qenë shumë të rrezik të kohë dhe babi është diagnostikuar me cirozë. Olco, s'ke pse alarmohesh? Alarmohem. Ka qenë një turni natës. Ka qenë një rast kur hypën në taksi një burrë rreth 45. Më thot venin ku do shkote. E çoj atje. E gjeni dot ku shkoj? Në hotel? Në e gëllët sa gjysma morë sveq? Po burr, se jetë shkrimtar. Ha moj Melis. Ishte vonë. Po, ishte ca, rreth 2 natës. Edhe ti më thua mua mos mendoj tradhtim. Ha, si mendon? Se Klara e ti, ja kam treguar. Po se ti, do shta luan të bixhos. Hajde qift, hajde. Pa pik imagjinat. E çoj. Më thot që do shkonte të takote dashur. Aq herë më ka thënë, sa që me zi, po prisja që zbrist. E nese, e çoj unë atje, edhe gje se qa shoft nesër me lajmë. Kishte vra dashur, kishte vra vete. Qa thuma, plaka? Nejse, kështu është kur ndan mendjen për t'i shka. Sërse keme frikë. Çdo gjë bëhet më e qartë. Kam patur një pacient i cili donte të vriste veten, Mario Çoku. Mario Çoku? Po, a nuk supozohet mos i thush emrat e klientëve? Po midis nesh është. Madje gjysma historive të Gregut janë frymzuar nga historitë tek këtu të pacientëve të mi. Normalisht. Nuk edhe një formë universaliteti në specifikën e këtyre pacientëve. Okej, wow. Universalitet, Mirë me njëri tjetrin, po ta ndash me një person sa po e keni takuar? Sërse një person i rastësishëm, je i dashur i Klarës. Me këtë që the, ma më mbyllë gojën. Orsi, me lërë për kjo Arnitën, thjesht po tregojmë histori, mos u bëjmë veç dramatik.
Do me thënë, po të regojmë histori. Mos flasim për vdekurit më mirë. Thjesht, Pse? Ka vra vetën? u bë ca në fakt. Do psjave të vrasjes. Po më po! Nuk ka një gjë me u tallë. Sa larmosh ka shumë mundësi? Unë alarmohem. Asgjë sa shtëpies më alarmon. Ai përpara problemit të vetvrasjes kishte ciroz. Si i matë. Ku ishte gjallë. Kishte probleme me alkoolin, para se të vdiste. Të viste vetën. Më fliste për ëndrat e shkrimtarëve. Më thoshte, kam një nevojë që t'jem më i miri. Nëse nuk mbeten pa fjalë nga veprat e mia, nëse nuk intimidohem para meje, e gjitha kjo s'ka kuptim. Qenia ime s'ka kuptim. Por në fund të ditës, dominanca është zot. Dhe ignorancë i posi. Greg, po Melisa, ku shkoj? Greg, ti se di fare ku është? Po ku di unë të shi? Së është as hera para që ma bu.